Shqipëria zgjohet nga lëkundjet e tërmetit. Tërmeti u ndje në Durrës, Korçë dhe Konispol. Mëngjesin e sotëm janë regjistruar disa lëkundje e tërmeti në vendin tonë. Sipas të dhënave të IGEUM, një tërmet 3.9 ball i shkallës Richter është regjistruar në qytetin e Durrësit dhe të tjera lëkundje janë ndjerë në qytetin e Konispolit, ku është regjistruar një tërmet 2.7 ball. Lëkundjet e tjera janë ndjerë në Miras të Korçës rreth orës 06:15 minuta, ku magnituda ishte 3.1 ball.